Ju përshëndes nga edicioni informativ në Blu Televizion. Do të ndalemi tek zhvillimet e aktualitetit. Pra, nën kontraktorët e angazhuar nga MAG Construction në projektin aeroportit ndërkombëtar të Vlorës janë drejtuar me një peticion zyrtar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioneve mbikëqyrëse, organeve ligjzbatuese dhe mediave kombëtare. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente institucionale ndaj asaj që e cilësojnë si bllokim të palishëm të punimeve. Nën kontraktorët e angazhuar nga kompania MAPCO Construction në projektin e aeroportit të ndërkombëtar të Vlorës janë drejtuar me një peticion zyrtar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucioneve mbikëqyrëse, organeve ligjzbatuese dhe mediave kombëtare. Në peticion ata kërkojnë ndërhyrjen urgjente institucionale ndaj asaj që e cilësojnë si bllokim të palishëm të punimeve dhe cënim të drejtave të punëtorëve dhe nën kontraktorëve të përfshirë në këtë projekt. Sipas dokumentit, situata e krijuar ka sjellë ndërprerjen e punimeve, bllokim fizik të hyrjes së punëtorëve në kantier, shkeljen e kontratave në fuqi, cënimin e të drejtave të mbi 200 punëtorëve, si dhe dëmtimin e interesit publik dhe të një projekti strategjik kombëtar. Nën kontraktorët pretendojnë se pas një vendimi gjyqësor të marrë në mënyrë të njashme, kompetencat e administrimit të shoqërisë koncesionare via SHPK janë transferuar subjektit minoritar 2A Group, duke kufizuar sipas tyre të drejtat e aksionarit të shumicë MAPCO Construction. Në vijim të këtij vendimi, sipas peticionit, 2A Group ka emëruar administratorin Vegim Hoxha, i cili akuzohet nga nën kontraktorët se e ka ndërmarrë veprime që kanë bllokuar hyrjen në vend punishte të punëtorëve të MAPCO dhe të nën kontraktorëve të angazhuar në projekt. Nën kontraktorët kërkojnë që institucionet shtetërore të ndërhyjnë menjëherë për të garantuar vijimin normal të punimeve, respektimin e kontratave, si dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve të përfshirë në ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Zhvillohen të shtunën zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku në garë është vetëm një emër, Sali Berisha. Qytetarët e Vlorës, të cilët e ndjekin këtë zhvillim, thonë se kjo nuk është një garë, por uzurpim që i bëhet Partisë Demokratike. E sipas tyre, një politike e cila mendon për qytetarët fillon nga zgjedhjet e lira brenda partisë. Këtë të shumë në vend do të mbahen zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku në garë është vetëm një emër, ai Sali Berishës. Qytetarët e Vlorës, të cilët e ndjekin këtë zhvillim, thonë se kjo nuk është një garë, por një uzurpim që i bëhet Partisë Demokratike. Sipas qytetarëve, në asnjë parti politike në vend nuk ka zgjedhje, nuk ka garë kur bëhet fjalë për kryetarin, pasi secili mbron karrigen e vet. Qytetarët mendojnë po ashtu se një politike e cila mendon për qytetarët fillon nga zgjedhjet e lira brenda partisë. E në Partinë Demokratike duhet të kishte garë, të jepej mundësia gjithsecilit të përfaqësohej, por edhe të rinjve të promovoheshin. Qytetarët mendojnë se emri Sali Berishës me më tepër se 20 vite në krye të Partisë Demokratike është i konsumuar e nuk ka sjellë asgjë të re për vetë partinë. Për mendimin tim nuk është mirë të kandidojë një. Normalisht duhet të jenë 2 ose 3, duhet të ketë alternativa të tjera. Se njëshi gjithmonë s'ka alternativa. Të rikandidimin e Berishës në vite, si shikoni, duhet kishte një... Po patjetër duhet kishte. Dërsa ka kaq vite që Partia Demokratike është në hije, në opozit, në hije, jo në opozit, po në hije, kjo tregon që s'është punuar mirë. Atëherë duhet një alternativë tjetër. Po nëse do të ishin 2 apo më 3 apo më shumë kandidatë, mendon se do të kishte vërtet garë? Jo, nuk mendoj. Është uzurpuar, shiko, si në Partinë Socialiste, si në Partinë Demokratike janë uzurpuar liderët e partive, kupton? Dhe prandaj neve jemi në këtë gjendje sot. Do të vazhdoj të kemi gjatë të klasë politike të njëjtë? Po, dërsa rinia është jashtë shtetit, normale. Nëse pritet nga mosha ime 72 vjeç, gjithmonë rinia është ajo që e kalon përpara shoqërisë. Fitore e sigurt. Çfarë gare ka, çfarë gare. Saliu tallet me ata. Ku ka sa duash, pse vetëm Saliu është intelektual në PD. Sa intelektual ka... Po të kishte më shumë se një kandidat, do fitonte Berisha, do kishte garë. Saliu fiton, vetëm aty. Vetëm Saliu i fiton zgjedhjet. Sistemi keq. Sa të jenë ata 2, të vështirë kemi. Dakord jam. Që kandidon për Partinë Demokratike. Shqiptarët s'parajnë bles kollaj. Ti bësh kok më kok. Dijatë proverbis tonë, topin e ka mund të gjoj unë. E gjoj veta, edhe Saliu, ta që ka ma vetës, s'lem një tjetre, sa tjetë gjallë dhëtaj të mbaj unë dhëtaj.
Kjo ndër këtu se ashtu është kanë ishtë Partia Demokratike tash. Ndaj, i vjen gjithë në basë, servilizm, gjitha. Qa të bëjnë ata? Bëjnë ata që kanë dhe neve s'kemi gjithë ndo. Me drejt do t'ishte sa më shumë, do ishte më mirë akoma që ditët. E dira ma të do më që tjetë Saliu edhe e kanë dy ata bashkë. Të dy. Dhe 2030 i thot a i ke mua në kraj, thot Edi, edhe a i thot ke mua dhe kështu do ve kjo punë. Shqiptarët vë numëro janë. Ne s'kemi asnjë të ardhmë. Me shpirt e me zëmër, po me këta dy që janë në kryet të partive nuk janë asnjë për të qenë. Për popullin njërë nuk janë. Për arsye se këta janë të gjithë hajduta. Populli i është vënë një çizme në qafë, po shtypet që në atë kohë edhe sot e kësaj dite. Që të kërkosh një të drejtë apo të ashtu nuk të njihet. Tu fiton ai i korruptori se sa i ndershmi. Berisha nuk ka për të fituar sepse nuk ka mbështetje. Është i vetëm nuk ka për të fituar. Këta dy persona, këta dy kryetarë të hiqen, të hapin krahun të një të riu. Urdhë? Ta kemi dhe shumë gjatë të klasë politike. Këtë, Saliu, apo të gjithë? Të gjithë. Këta valla i qoj një e i tjetër, këta nuk kam për të ikur, kurrë në kurrës. Si në çdo rreth tjetër në vend, edhe në qarkun e Vlorës, ditën e shtunë do të votohet. Procesi i votimit do të nisë nga ora 8, duke përfunduar në orën 18 zyrtarisht. Zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare do të zhvillohen në selin qendrore të kësaj partie, me parimin një antar një vot. Bllokimi i kolektorëve të ujrave të bardha dhe të zeza, veçanërisht pas përmbytjeve nga lumi Vjos, ka bërë që rreth 300 familje në Ferras, njësia administrative Levan, të bashkëtojnë me ujrat e zeza duke u kthyer në shqetësim për zonën. E sipas banorëve, pavarësisht ankesave, problemi ende nuk ka marrë një zgjidhje. Bllokimi i kolektorëve të ujrave të bardha dhe të zeza veçanërisht pas përmbytjeve nga dalja e shtratit të lumit Vjos ka bërë që rreth 300 familje në Ferras të njësisë administrative Levan në bashkinë e Fierit të bashkëtojnë me ujrat e zeza duke u kthyer në shqetësim madhor për zonën. Sipas tyre, problematika ka nisur pas ndërtimit të linjës së re nga një firmë private. Rreth 15 vite më parë, pasi firma në fjalë nuk është angazhuar asnjëherë në pastrimin e mirëmbajtjen e saj, teksa theksojnë se situata është rënduar edhe më tepër, veçanërisht 4 vite të fundit. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve, problemi ende nuk ka marrë asnjë zgjidhje. Ti ka që kohë, aty në vend. Gjithë kohën që kemi votën me këtë kolektor. Sa vite ka ky kolektor? Ka 10-15 vjet që është bërë ai. Nuk është bërë rregull. Edhe këtu po aty nuk shohin ato plastikët, aty lanë me ato keramikët e liberozhës. Dhe çfarë shkakton gjithë problematikën sipas jush? Kolektori. Nga lumi? Eri lumi si vjet u bllokua dhe jemi deri këtu. Nuk funksionon më. Nga do futemi. Kur nuk e mbanin, pëse në i bën kolektori. Na ikte ujtë para. Nuk them se e shu se ikte shkon të kanal. Na që kjo kur u bë kolektori, e shngritu rruga, ngellë në borët grop. Ujtë edhe të shiut që bje këte, kthehet vjen atje, më vjen të shkallë. Më vjen ato po të qitë e pranjeve. Më vjen. Tu tash një sëmundje fillon në midra drejtje të tërat aty, edhe nga më thonë, do një zgjidhje. Ai, për shembull, për plakut, s'ka aq mundësi ka. Më thonë, edhe që ne po vuajmë kështu. Edhe mos kemi të Po, të gjitha, në çdo gjë aty, me plera me të gjitha, nuk kemi nga ato. Me taksat e të gjitha. Ja, fare, të gjitha, shumë, më thonë, jemi të rregull. Po paktën, mos kemi edhe, më thonë, të bllokohet kolektori është, më thonë. S'ka ardhur asnjë për të zblokuar këto gjërat. Jemi kështu me duar, ne me pensionistë jemi 150. Çfarë do bëjmë ne më përpara tash, do rregullojmë të ilaçet ja po më dridhe trupi më që po flas. Prandaj shikoni ju, bëni për popullin e shkret, edhe ju të hani, po edhe populli të jetë e kënaqur. Jeni ankuar ju për këtë situatë? Po kush do po na fletë më, kush po na dëgjon neve? Kush po na dëgjon? Të gjithë duan të hanë. Përmbytja është bërë që u përmbyt në lumi, par djera 20 minuta shi,
20 minutë dole në borë, malë që sukut përna banjët në për shpi. S'kemi që bëjmë. Shteti ta marri, ta hapi, ta bëj. Shteti nuk ka vendor fare. Kemi jonë është mbytja e kusetave. Po vemi goxha 4 vjetë që s'po ikën në ujtë fare. Ujtë kthehet mbrapsht, edhe ujrat e zeza kthehen mbrapsht prapë. Nuk ka tërheqje sepse duhet bën kullimet poshtë. Situata paraqitet veçanërisht problematike tek pallatet e zonës ku ujrat e zeza dalin në sipërfaqe duke u kthyer në burim infeksionesh, por edhe konfliktesh të vazhdueshme mes fqinjve. Që ka ardhur ka shpërthyer ato kolektorët. Të gjitha. Gjithë problemin e ka ky zotnia në katë parë, ne jemi në katë dytë. Tani mua do mi vëri një tapaj poshtë edhe të notoj dhe unë lartë. Se kështu të vej kjo punë. Ja, ka që duam zgjidhje. Duam zgjidhje nga komuna. Ata përrim flën gjumë. Po ne që i paguajmë të tëra detyrimet me një pension 200.000 lekë? Ne ku do vemi, se bëjmë do të ne. Kolektorin dhe gropat, nuk i bëjmë do se do 2 milion lekë. Ku si gjejmë neve? Prandaj shtetit të vëri dorë. Problemi jonë është se nuk funksionon kolektori fare, u mbytëm, na vim brenda, na eri poshtë krevatit. Delen dhe ma thanë, zie me njerëzit, nga do vete, do hap kapakun, të dali se nuk mundet të rrim brenda. Është kati parë, unë jam kati dytë, po përsërit e mëra jenë shumë të ashosqësorë, me këtë lloj të kolektorë shumë. Pastaj nuk ka dhe bote për të tërhequr. Urin, se tri ka bote, bote e tërheqja dhe mund të shumë, po jo fare. Ja kështu kemi vojtur, tërkontheti. E kam ngritur shpesher zërin për këtë problematik, thot kryeplaku i Ferasit, Zani Hyka, por deri më sot nuk është marrë asnjë mas konkrete. Unë jam Zani Hyka, kryeplaku i fshatit Feras. Dhe mora një lajm tani për momentin që kanë ardhur dhe gazetarët në sajt telefonatave që janë bërë nga vetë fshatarët për problemin e kolektorit, të ujrave të zeza dhe të bardha. Ky shqetësim është për fshatin për rreth 300 familje, afërsisht, jo të gjithë mund ta kenë atë problemin e daljes të ujrave të zeza në pjesën e shtëpisë në obor, por problemi është për të gjithë. Dhe ai pak ujë që kalon, domethënë që bëhet pak firo nga kjo, janë në 2 vende që ikën pak ujë. Unë zërin tim e kam ngritur, zërin e qytetarëve kam ngritur, unë si njëri kaq mundësi kam për të bërë. Dhe inshallah dhe zëri im dëgjohet dhe zëri qytetarëve dëgjohet. Unë edhe kam ngritur dhe pardje. Ferrasi duhet të ketë një kundravalv për punën e përmbytjes. Dhe duhet të dali, duhet të iki nga pjesa e lumit, ku është sot aktualisht. Duhet të dali te kolektori i vjetër ku ka qenë. Për arsye sepse atje ka më pak probleme në kohën e përmbytjes. Ndërkohë si pas informacionit të marrë pranë shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve, investimi i kryer në këtë zonë nga Bashkia e Fierit nuk ka qenë asnjëherë në varësi apo menaxhim të këtij institucioni. Pavarësisht kësaj, ujësjelljes kanalizime thotë se do të ndërhyjë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve të bllokuar. Por Ferrasi kërkon një zgjidhje përfundimtare të kësaj problematike dhe jo provizore, çka kërkon angazhimin e të gjitha institucioneve përgjegjëse. Do të ndalemi te kronika, policia njofton se janë dalur 2 shtetas të dyshuar për pengmarrje. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e të mërkurës në qytetin e Vlorës, teksa 2 persona rreth moshës 30 vjeç kanë marrë peng një tjetër shtetas, ndaj të cilit dyshohet se kanë ushtruar dhe dhunë fizike. Morën me forcë në automjet një 20 vjeçar dhe më pas e dhunuan me qëllim përfitimin e një shumë monetare, ndërsa janë identifikuar shtetasit e implikuar në këtë ngjarje. Policia ka vënë në pranga një nga autorët, ndërsa ka shpallur në kërkim 2 të tjerët. Strukturat hetimore dhe operacionale të drejtorisë vendore të policisë Vlorës, menjëherë pas marrjes së informacionit për një shtetas që e kishin marrë me forcë në automjet, organizuan punën për identifikimin, lokalizimin si dhe kapjen e autorëve të dyshuar. Falë reagimit dhe veprimeve të shpejta hetimore të kryera në kuadër të operacionit policor të koduar Strike 2, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit kapën dhe arrestuan në flagrans një shtetas me iniciale BH 24 vjeç banues në fshatin Risili i Vlorë, si dhe shpallën në kërkim policor shtetasit me iniciale RL 30 vjeç dhe LK
34 vjeç vëllezër, të dy banues në fshatin e Risilit të Vlorës. Nga hetimet paraprake dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin morën me forcë në automjetin në përdorim të dy vëllezërve, një 20 vjeçar, e më pas e kanë çuar në një ambient të veçuar, ku edhe kanë ushtruar dhunë ndaj tij, me qëllim përfitimin e shumës monetare prej 6.000 euro. Policia bën me dije se vijon puna në bashkëpunim me prokurorin për dokumentimin e plotë të ligjor të ngjarjes, si dhe përkapjen e shtetasve të shpallur në kërkim. Akuzohet për shpërdorim të tyre, policia ka vënë në pranga drejtorin e IMT-s Himarës. Dorian Hoxha është arrestuar mbrëmjen e së mërkurës, ndërsa dyshohet se zyrtari ka lejuar ose nuk ka parandaluar shkelje në kundërshtim me ligjin gjatë ushtrimit të detyrës. Mbrëmjen e së mërkurës, policia e Vlorës ka vënë në pranga kryeinspektorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Himarës. Aksioni i cili është zhvilluar në orët e para të mëngjesit në zonën e Palasës, ku dhe ai strehohej. Dorian Hoxha është vënë në pranga rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm. Fillimisht është shoqëruar në ambientin të komisariatit të Himarës dhe më pas është sjellë në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës. Sipas burimeve nga policia e Vlorës, bëhet me dije se arsyeja e ndalimit të tij është për shpërdorim detyre. Strukturat e krimit ekonomik kanë vënë në pranga kryeinspektorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Himarës, i cili akuzohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas informacioneve paraprake nga policia e Vlorës, arrestimi shkryer pas hetimeve të zhvilluara nga organet ligjzbatuese, ndërsa dyshohet se kreu i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Himar ka lejuar ose nuk ka parandaluar shkelje në kundërshtim me ligjin gjatë ushtrimit të detyrës. Mësohet se arrestimi i kryeinspektorit Dorian Hoxha shkryer rreth orës 03 të kësaj të enjte në zonën e Palasës, ku ai edhe ndodhej në momentin e ndërhyrjes së policisë. Fillimisht kryeinspektori është shoqëruar në komisariatin e policisë së Himarës dhe më pas është transferuar në drejtorinë vendore të policisë së Qarkut të Vlorës. Nga policia e Vlorës bëhet me dije se hetimet ndaj kreut të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Himar vijojnë ende, ndërsa po verifikohet nëse janë lejuar apo nuk janë parandaluar shkelje në kundërshtim me ligjin e territorit në Bashkisë së Himarës. Sipas informacioneve nga policia e Vlorës dhe hetimeve të kryera deri në këtë moment, dyshohet për një ndërtim pa leje në zonën e Bregdetit. Megjithatë, hetimet janë duke vijuar. Reagon Ministria për Europën dhe punët e jashtme për aktivistin shqiptar Baki Goxha, i ndaluar në flotiljen Sumut që po dërgonte ndihmë në Gaza. Sipas ministrisë, përfaqësues të ambasadës shqiptare në Tel Aviv do të mundsojnë një takim me Goxhën dhe kthimin sa më shpejt të tij në Shqipëri. Ministria për Europën dhe punët e jashtme ka njoftuar se Baki Goxha, aktivisti shqiptar i ndaluar në flotiljen Sumud, ndodhet në shtetin izraelit. Në një reagim, Ministria e Jashtme njofton se së shpejti përfaqësues të ambasadës shqiptare në Tel Aviv do të mundsojnë një takim me Goxhën për të mundësuar kthimin sa më shpejt të tij në Shqipëri. Ky është reagimi i parë nga autoritetet shqiptare për fatin e Goxhait, pasi anija me cilën ai po udhtonte drejt Gazës raportohet se ishte qelluar me plumba gome. Më herët ditën e sot me disa pamje të rënda qarkulluan në rrjetet sociale ku aktivistët e Global Sumud Flotilja shfaqeshin me pranga në duar dhe kokat poshtë pasi u ndaluan nga forcat izraelite. Ndërkohë Ministria e Jashtme shqiptare ka sqaruar që shqiptari Baki Goxha ndodhet në një qendër ndalimi, por nuk ka saktësuar nëse ai ndodhej në qendrën në portin e Ashdodit, ku aktivistët e tjerë po mbaheshin në gjendje skandaloze. Ndërkohë më herët bashkëshortja e Goxhaj, Eliselda Balliu, shqetësimin e saj për bashkëshortin e ka përcjell nëpërmjet Blu Televizion. Momenti të ndajmë zhvillimet kulturore Orçelu në sallën e Galerisë së Arteve të Vlorës, ekspozita e pranverës me punime të piktorëve MNZ të qytetit, të pranishëm personalitetet të artit dhe kulturës, deputet dhe përfaqësues të pushtetit në Vlorë. Është qelur në sallën e Galerisë së Arteve Figurative në Vlorë për publikun vlonjat ekspozita e pranverës, ekspozitë e cila shpalos punimet më të mira të piktorëve më të mëdhenj të qytetit të Vlorës, e cila ndërkohë ka tërhequr vëmendjen e 10 artësve vlonjat dhe jo vetëm. Angela Kaplani, drejtore e Qendrës së Kulturës në Vlorë, në fjalën e saj ka falenderuar piktorët e qytetit për pjesëmarrjen e tyre në këtë ekspozitë. Sot jam shumë e lumtur që pra nesh kemi jo vetëm piktorët profesionistë, po dhe piktorët amatorë të qytetit të Vlorës. Faleminderit që u përgjigjet thirrjes tonë. Faleminderit që jeni këtu së bashku për ta bërë të galeri kaq të bukur.
Për Blu Televizion kanë folur dhe disa prej piktorëve të qytetit, Arben Meksi, Piro Stefa dhe Brunilda Liaj, të cilët janë shprehur të kënaqur për pjesëmarrjen e publikut në çeljen e kësaj ekspozite. Piktorët prezantojnë punimet e tyre teksa tregojnë edhe mesazhet që kërkojnë të transmetojnë tek publiku. Njerëzit e duan të bukur, e duan ngjyrë, e duan jetën ta shikojnë ndryshe, përmes artit të gjithë secilit. Dhe pjesëmarrja tregon të gjë. Dhe ajo që është më e bukur, jemi një përzierje brezash. Këtu shikon të 3 brezat, edhe të vinë mirë që ka të rinj, sepse duke shfaqur punët, kjo i nxit dhe për më tej. Galeria është mirë, natyrisht duam një galeri më të madhe se ky qytet e meriton, edhe të jetë e përhershme këtu. Disa vepra mund të përqendrohen dhe të shfaqen vazhdimisht. Po kështu të ketë edhe një katalog, të botohet diçka dhe të ketë edhe një stimul për të rinj, mendoj. Unë kam paraqitur këto 3 karikaturat e mia, kuptohet, këto janë problemet të shoqërisë tonë, aty është hija që se lë, se të gjithë kemi ato probleme dhe kusuret, aty është mosminjosi, e rriti e nxori në jetë, pastaj e vrau me shigjet. Domethënë këtu është një përzierje artesh, vetëm më vjen keq që mungon skulptura. Një qytet me diell si joni, i bukur me dritë, duhet kish skulptura. Me sa duket është një profesion, një art i vështirë edhe kërkon nuk ka treg për të shitur. Ekspozita e pranverës është një risi. Risia më e madhe, që do thosha unë që është një reminiscencë për shkollën vlonjate të pikturës, është prezenca e publikut vlonjat. Publiku vlonjat e ka dashuruar artin vizual, pikturën, sepse piktura vlonjate ka sjell kolos të mëdhenj, siç janë tashmë të ditur Kamberi, Nestor Jonuzi, Ilmi Bani, dhe disa vjetra mjeshtra të tjerë që kanë krijuar një bazament jashtëzakonshëm për këtë qytet në pikpamje e mesazhit që ne duhet të jetojmë me diellin, me kulinarin, me dritën, me detin, me turizmin, por ne kemi për t'i dhënë Vlorës në atë parë dhe Shqipërisë vlerat e artit me të cilat njeriu e pasuron jetën dhe jeton më bukur. Kjo mund të jetë një destinacion edhe për turistët e huaj, sepse s'ka ideologji, s'ka patriotizëm, në kuptimin s'ka patriotizëm, nuk është thjesht shqiptare, por është një mesazh pastaj që në veprave të artit jepet një mesazh ndërkombëtar. Prezenca e artistëve që është një numër i madh, si asnjëherë këtë radhë, dhe prezenca e njerëzve që duhet ta konsumojnë këtë art, për mua është një nga surprizat më të bukura të këtij eventi. Është një ekspozita, apo do të them më e bukura që kam parë në këtë galeri, dhe shumë e rëndësishme që janë pothuaj të gjithë piktorë vlonjat dhe ka një ndërthurje të piktorëve me eksperiencë bashkë me piktorë të rinj. Është ajo që unë kam konstatuar në qytetin tonë që nuk i mungojnë asnjëherë artistët. Dhe e bukura e kësaj pikture është se janë stilet e të gjithë piktorëve, është larmi ngjyrash edhe stilesh, shumë të rejse. Për një qytetar që vjen e shikon, është një moment që ndihet mirë dhe moment argëtimi, por unë ana tjetër dua ta vlerësoj jashtëmase iniciativën që janë bërë të gjithë piktorët vlonjat bashkë, duke bashkuar artin vlonjat, se them qyteti ynë ka artist më shumë se çdo qytet tjetër, jo vetëm në art, në të gjitha fushat, dhe është e domosdoshme që të gjithë të japim një kontribut për këta piktor, pasi arti, të themi të vërtetën, nuk është aq shumë i vlerësuar dhe t'u jepet mundësia dhe piktorëve për të ecur akoma përpara, për të investuar në artin e tyre. Kërkojnë çik dhe mbështetje nga të gjithë, nga biznesi, nga të gjithë qytetarët. Piktorët janë shumë bukura, ka raporte dhe atë harmoninë midis tyre, më pëlqejnë shumë, domethënë ato të Arben Meksit, japin një mesazh shumë të bukur për mbi jetën, edhe krijojnë një dialog midis piktorëve të qytetit. Edhe kjo është dialogu midis tyre për cilin shumë mesazhe. Ke një të preferuar? Po, të Arben Meksin më pëlqejnë shumë. Te karikaturat jo më temë. Po, se unë pikturoj, jam vetë shkrimtare, jam dhe piktore. Në këtë ekspozit, unë jam prezentuar me 2 piktura, të cilat përcjellin kujtesën kolektive. Pikturat që shikoni këtu, 4 vilajetet, janë, është qendra e Vlorës, e cila vjen e menduar si një qytet që qëndron pezu në një hapësirë qiellore metafizike, ku secili që mund ta shikojë mund të krijojë kujtimet e veta personale, çdo qytetar vlonjat të krijojë kujtimet e veta. Tani po të vini re te piktura, atje nuk ka figura njerëzore.
Kjo për ta bërë më personale qytetarin vlonjat të lidhur me kujtesën e vetë të qytetit, sepse kjo është qendra, është si ai salloni i shtëpisë. Qyteti po ta mendojmë si një shtëpi, ka shumë dhoma, ka ambiente, por salloni është pjesa më e rëndësishme. Punët e realizuara me shumë ngjyra dhe teknika të ndryshme, duke filluar nga peizazhi deri tek abstrakte, kanë marrë vlerësime dhe nga publiku si dhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror të pranishëm në çeljen e ekspozitës. Ekspozita e pranverës ka bërë kështu bashkë piktorët profesionistë dhe amatorë të qytetit të Vlorës, të cilët me punimet e tyre kanë zbukuruar galerinë e arteve figurative. Oborret që flasin projektin mbështetur nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Bashkia Imar synon të hapë me respekt dhe kujdes oborret e 5 shtëpive tradicionale të gurta të bregut të Imarës, jo thjesht si pjesë e trashëgimnisë arkitekturore, por si hapësira të kujtesës së jetuar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka bërë të ditur se projekti oborret që flasin i mbështetur nga kjo ministri dhe Bashkia Imar synon të hapë oborret e 5 shtëpive tradicionale të gurta të qytetit bregdetar të Imarës, si hapësira të trashëgimisë kulturore dhe të kujtesës. Gonxha theksoi se projekti nuk fokusohet vetëm tek arkitektura tradicionale, por edhe tek ruajtja e historive dhe traditave familjare që janë përcjellë ndër breza. Sipas ministrit, në këto obore ruhen ende rrëfime familjare, tradita, këngë, pundore dhe mënyra jetese që kanë kaluar brez pas brezi, shpesh të mbajtura gjallë nga gratë e komunitetit. Ai veçoi gjithashtu shtëpinë e gurt në Kalan e Imarës të familjes Bollano, si një nga ndalesat më të veçanta të këtij itinerari kulturor. Ka filluar të ndërtohet në vitin 1944. Shtëpia që jetoj unë tani ka qenë e vjerit tim, ne kemi rikonstruktuar se ishte një dhomë dhe kemi sjellë në metrat që duam neve tani. Karakteristikat shtëpisë tonë janë me gur. Siç bëheshin, siç i shikoni, me mure të trasha, që mos të yftoma, me dritare të vogla, kjo ka qenë karakteristika e shtëpive. Tani vojnë edhe gjëra të tjera. Mblidheshin shoqet e vjerës time që ka qenë këtu, e bënin bashk, ngjyenin vezët, gëzonin se bënin fustane të reja, këto. Shtëpia e gurt në Kalan e Imarës e familjes Bollano është një banesë tradicionale prej gurje ndërtuar rreth vitit 1844 dhe e ruajtur përmes 4 brezave. Obori i vogël i mbushur me bimë aromatike si rozmarina dhe dafina krijon një atmosferë të qetë mikpritjeje familjare. Projekti synon që vizitorët të përjetojnë degustime të produkteve lokale, si bukfiku, gliko dhe çajmali të shoqëruara me histori nga jeta e përditshme e zonës, ndërsa cilësohet si një ndalesë e rrallë për turizmin kulturor dhe historik në zemër të Imarës, si një destinacion me një potencial për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në jug të vendit. Rikthehemi bashkë prapë me zhvillimet në Vlorë, por zhvillohet prej 2 ditësh në gjirin e Vlorës stërvitja shumë ditore Redoni Blu 2026 me qëllim rritjen e gatishmërisë dhe koordinimit ndërinstitucional për përballimin e emergjencave civile në det dhe forcimi i kapaciteteve për parandalimin e veprimtarive të palishme në hapësirën detare. Rritja kapaciteteve të mjeteve lundruese në rast të ndotjeve në det, por edhe lufta ndaj veprimtarive të palishme ka sjellë për disa ditë me radhë në një stërvitje të përbashkët forcat detare luftarake të Shqipërisë në bashkëpunim me Guardia di Financën. Stërvitja është zhvilluar në një hapësirë detare duke nisur nga zona e plazhit të vjetër deri tek zona e Kalas dhe ka për qëllim edhe të bashkëveprojë pikërisht punën dhe veprimtarin midis anijeve luftarake detare shqiptare dhe Guardia di Financa, pikërisht për të parandaluar ngjarje të mundshme të cilat mund të ndodhin në det, duke reflektuar edhe në situata në rast të ndotjeve të mundshme. Stërvitja shumë ditore Redoni Blu 2026 me temë rritje e aftësive koordinuese dhe kompaktësimi i veprimeve të efektivave të anijeve në rast të ndotjeve detare, në bashkëpunim me institucionet e tjera me interes në det, në përgjigje ndaj një emergjence civile të shkaktuar nga ndotja detare, po zhvillohet prej 2 ditësh në gjirin e Vlorës.
Qëllimi kryesor i kësaj stërvitje është rritja e gatishmërisë dhe koordinimit ndërinstitucional për përballimin e emergjencave civile në det, si dhe forcimi i kapaciteteve për parandalimin e veprimtarive të palishme në hapësirën detare. Stërvitja po zhvillohet nga anijet e forcës luftarake detare në bashkëpunim me strukturat e Guardia di Finanza, duke simuluar situata të ndryshme emergjente që lidhen me ndotjen detare dhe sigurinë në det. Aktiviteti është përqendruar në një hapësirë detare që shtrihet nga zona e plazhit të vjetër deri në zonën e Kalas, ku forcat pjesëmarrëse po realizojnë manovra dhe operacione të koordinuara në funksion të reagimit të shpejtë dhe efikas ndaj çdo situate emergjente. Përfundon etapa e 4 të rrethit të 83 ciklistë të Shqipërisë. Etapa e gjatë, 153 km Vlorë, tuneli Llogara, Imar, Qeparo, Kuç, rikthimi në Vlorë. Të premten zhvillohet etapa e fundit e cila përfundon në Fier. Ka përfunduar etapa e 4 të edicionit të 83 të rrethit ciklistik të Shqipërisë. Me një itinerar prej 153 km, gara nisi nga Vlora në drejtim të tunelit të Llogaras, për të vijuar më pas me Himarën, Qeparon, Kuçin e duke u rikthyer sërish në Vlorë. Etapa ishte mjaft emocionuese dhe shumë e luftuar nga ciklistët pjesëmarrës. Pas rreth 4 orësh gari i pari në finish mbërriti ciklisti holandez Nils Rittmeyer, i cili la pas grekun Burgas, ndërsa vendi i tretë u rendit nga një tjetër holandez, Schuren. Pas garës vetë fituesi i saj u shpreh i kënaqur jo vetëm për triumfin në këtë etapë, por edhe për faktin se i tashmë kryeson renditjen e përgjithshme të rrethit ciklistik. Yeah, it was a difficult stage. The first climb was kind of okay, not really hard. And then the second one was really steep, so I dropped out the first group and then like the headwind part, 65 kilometers, I came back to the first group and then in the last 5 kilometers I go solo and I ride to the finish. Yes. Last year also. But then I can take the victory home, so I hope tomorrow I can take it home. Ndërkohë në podium trofeu i fituesit ju dorëzua nga presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku, i pranishëm ishte po ashtu edhe ish ciklisti vlonjat Besmir Banushi. Ndershmërinë, kuptim të karakterit kuroror, për dinjitetin që keni, për mikpritjen që na keni bërë. Më vjen keq për Bashkinë e Vlorës, sinqerisht për gjithë këtë lloj aktiviteti të madh, që duhet ishte pak më angazhuar për arsye se ne kemi gjitha bashkitë që kemi shkelur trojt, partner. Megjithatë këtu në tribunë kam një mikun tim të madh, quhet Prelat Xhaka, që në atë kohë ekipi flamurtarit ishte i shkrirë. Arriti, bëri shumë sportista dhe një më me emrin më të madh është Besmir Banushi dhe ftoi të vijë këtu në skenë. Është një kënaqësi e madhe kur takohesh me ish presidentin i cili më ka rritur që fëmijë kur kam filluar sportin isha shumë i vogël dhe unë e falenderoj publikisht se më ka mbështetur shumë në atë periudhë. Ka qenë një periudhë shumë që ngelet në memorien time gjithë jetën. Gjithashtu dhe zoti president Skënder Anxhaku, i cili më ka mbështetur gjithë kohën. Ciklizmi është një sport shumë i vështirë, ka problematikat e veta, do bazë materiale, do të ndjerësh çdo ditë në rrugë. Breziku dihet që është shumë i madh. Megjithatë, pasioni nuk na lë. Edhe vazhdojmë të jemi gjithkohon me këtë pasion si në ditët e para. Të premten do të zhvillohet etapa e fundit me nisje nga Vlora, në vijim drejt Lushnjës dhe kthimi në Fier, aty ku edhe do të jetë edhe finishi i madh i këtij edicioni. Ndalimin te Kosova ka filluar këtë të njëjtë votimi jashtë vendit për shtetasit jashtë Kosovës, të regjistruar paraprakisht për të votuar përmes postës. Janë rreth 105.000 votues që gjenden në shtete ndryshme, por pjesa më e madhe e tyre është kryesisht në shtete europiane. Sot më 21 maj do të filloj votimi jashtë vendit për shtetasit jashtë Kosovës, të cilët janë regjistruar paraprakisht për të votuar përmes postës. Bet fjalë për rreth 105.000 votues që gjenden në shtete të ndryshme, por pjesa më e madhe e tyre është kryesisht në shtete europiane.
Një ditë më herët zëdhën si KQZ Selezi ka mbajtur konferencë për media nga qendra e numërimit dhe rezultateve, ku shërbimi votues i këtij institucioni ishte duke bërë gati pakot e fundit me flet votime, të cilat do të dërgohen votuesve të regjistruar. Sipas KQZ-s, janë përgatitur 75.000 pako individuale dhe ato pritet që të fillojnë të shpërndahen prej sot, ndërsa rreth 30.000 të tjera do të dërgohen në aeroport gjatë sejntes dhe nga aty për të nisur jashtë vendit. Sipas KQZ-s, çdo pako është individuale dhe secila prej tyre përmban udhëzuesin për procedurën e votimit, flet votimin, zarfin e fshehtësisë dhe zarfin kthyes. Sipas KQZ-s, në çdo dërgesë postare, operatori ekonomik ka vendosur nga një numër të veçantë gjurmimi dhe është dërguar votuesve të regjistruar, të cilët mund të shohin vazhdimisht vendodhjen e pakos me flet votim. Votimi përmes postës do të përfundojë më 6 qershor, ndërsa KQZ-u ka bërë thirrje votuesve të mos presin ditën e fundit për ta dërguar pakon e tyre me flet votim, në mënyrë që të arrijë me kohë në kutim postare dhe më pas të tërhiqet për t'u sjellë në Kosovë për numërim. Për votimin me postë jashtë Kosovës, KQZ ka funksionalizuar kutit postare në 22 shtete, si Australi, Austri, Belgjik, Çeki, Danimark, Francë, Gjermani, Holand, Mbretëri e Bashkuar, Shqipëri, Sloveni, Suedi, Turqi dhe Zvicër e shtetet të tjera europiane. Po ashtu është funksionale dhe kutia përhershme postare KQZ-s në Kosovë. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshi.